E përmbi shenjë të hylindës së shpëtona, i mbytur prej ngasjeve si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëreshë, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaliviti. Mendimet e këqija për të tjerët. Duhet të jemi të pastër në zemër, të pastër jo vetëm nga veprat e këqija, por edhe nga mendimet e këqija, sidomos nga kujtimi i së keqes dhe hidhërimi. Mendimi i keq për tjetrin, përveç faktit që e ndot shpirtin ton si mëkat, mund ta dëmtojë atë. Një mendim i keq lëshon një forcë të keqe, e cila ndikon te tjetri, ashtu siç ndihmon lutja. Mendimi i keq nuk fshihet, ai ndikon negativisht te tjetri edhe nga larg. Pra, ai kuptoni se si mendimet tona të këqija apo dëshira jone e keqe ndikojnë te të tjerët, prandaj duhet të gjejmë dhe një mënyrë për të pastruar thellësitë e vetvetes nga çdo e keqe. Sigurisht, në fillim është e vështirë. Kujtoni apostull Pavlin, në fillim edhe ai e thoshte me dhimbje. Nuk bëj të mirën që dua, por të keqen që nuk dua. Dhe në vazhdim, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia, që lufton kundër ligjit të mendjes time dhe që më bën skllav të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. O sa njeri i mirë që jam, kush do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes? Ai ishte shumë i dobët atëherë dhe nuk mund ta bënte të mirën ndërsa dëshironte. Por dal nga dal, ai u dorëzua dashurisë dhe adhurimit të Zotit, dhe kështu hiri hynor, hyri tek ai dhe qëndroi. Duke jetuar me Zotin, ai u bëi deng të mos bënte të keqen, duke thirrur: Nuk jetoj unë, por Krishti rën tek unë. Nga i vuajtur u bëi hirshëm. Njeriu ka fuqi të tilla që mund ta transmetojë të mirën ose të keqen në mjedisin e tij. Këto çështje janë shumë delikate. Duhet shumë kujdes. Duhet ta shohim çdo gjë në një mënyrë të mirë. Të mos mendojmë asgjë të keqe për të tjerët. Edhe një vështrim, edhe një pëshërëtim ndikon te bashkënjerëzit tanë. Edhe indinjata më e vogël bën keq. Dhe të kemi mirësi dhe dashuri në shpirtrat tanë. Këto të transmetojmë. Të bëjmë kujdes, të mos zemërohemi me njerëzit që na dëmtojnë, vetëm të lutemi për ta me dashuri. Çfarëdo që të na bëjë bashkënjeriu ynë, të mos mendojmë kurrë keq për të. Të lutemi gjithmonë me dashuri. Të mendojmë gjithmonë të mirën. E shihni martirin e parë Stefan? Ai u lut: O Zot, mos u llogarit atyre këtë mëkat. Të njëjtën gjë duhet të bëjmë dhe ne. Kur nuk duhet të mendojmë për tjetrin se do t'i bëj Zoti ndonjë të keqe ose do ta dënoj për mëkatin e tij. Ky mendim sjell të keqe të madhe pa e kuptuar ne. Shumë herë ndinjohemi dhe i themi tjetrit, ndërsa nuk duhet: Nuk e frikë nga drejtësia e Zotit? Nuk e frikë se mos do të dënoj? Herë tjetër themi gjithashtu: Nuk është e mundur. Zoti do të dënoj për atë që bëre. Ose Zoti im, mos e dëno këtë njeri për atë që më bëri mua. Ose të mos e vuaj këtë gjë edhe ai. Në të gjitha këto raste, është e mundur të kemi thellë brenda nesh dëshirën që të dënohet personi tjetër. Por në vend që të rrëfejmë zemërimin ton për gabimin e tij, e fshehim indinjatën ton dhe gjoja i lutemi Zotit për të. Por nëse ndodh kjo, atëherë në të vërtet e mallkojmë vëllan. Dhe nëse në vend që të lutemi themi: Ta gjej nga Zoti, ta shpërbleft Zoti për të keqen që më bëre. Përsëri lutemi që ta dënoj Zoti. Madje edhe kur themi: S'ka gjë, she Zoti. Disponimi i shpirtit ton vepron në mënyrë mistike. Ndikon në shpirtin e bashkënjeriut ton dhe ai pëson të keqen. Edhe veprimet e demonëve i dëbon, pra ty të lutem gjithë një, ti shpëtu më prej gjithë pësimeve. Lavdia ti të birit edhe shpirtit çojnë fortese. Kur mendojmë keq, një fuqi e keqe del nga ne dhe i transmetohet tjetrit, ashtu siç transmetohet zëri nga valët e tingujve, dhe realisht
tjetri pëson të keqen. Ndodh diçka si marrje mësysh, kur dikush ka mendime të këqija për të tjerët. Kjo ndodh nga indinjata jonë. Ne transmetojmë në mënyrë mistike ligësinë tonë. Nuk e shkakton Zoti të keqen, por e keqja e njerëzve. Nuk dënon Zoti, por dëshira jonë e keqe i transmetohet shpirtit të tjetrit në mënyrë mistike dhe e bën keq. Krishti nuk e do kurrë të keqen, përkundrazi urdhëron: bekojini ata që ju mallkojnë. Marrja mësysh është një gjë shumë e keqe. Është një ndikim i keq që bëhet kur dikush ka zili për diçka apo dikë. Duhet shumë vëmendje. Zilia i bën shumë keq tjetrit. Ai që merr mësysh nuk mendon fare se po i bën keq tjetrit. E dini se çfarë thot Dhjata e Vjetër? Marrja mësysh është ligësi që e nxin të mirat. Por kur tjetri është njeri i Perëndis që rrëfehet dhe kungohet dhe mban kryq në qafë, nuk e ka pasgjë. Të gjithë demonët të bien mbi të nuk arrin t'i bëjnë dot asgjë. Brenda nesh ekziston një pjesë e shpirtit që quhet etikolog. Kjo etikolog, kur sheh dikë duke devijuar, revoltohet, ndërsa shumë herë ai që gjykon ka bërë të njëjtin devijim. Megjithatë, ai nuk revoltohet me veten, por me tjetrin. Dhe këtë nuk e dëshiron Perëndia. Krishti thot në Ungjil: ai që mëson tjetrin, veten e tij nuk e mëson. Ai që predikon të mos vjedhin, vjedh. Në mund të mos vjedhim, por vrasim, dëmtojmë të tjerët dhe jo veten. Ne themi për shembull: duhet ta kishe bërë këtë, nuk e bëre, ja çfarë ndodhi. Në realitet, ne duam që tjetri ta pësojë të keqen. Kur mendojmë të keqen, atëherë ajo mund të ndodhë vërtet. Në një mënyrë mistike dhe të padukshme, pakësojmë fuqinë e tjetrit për të bërë mirë, i bëjmë keq. Mund të bëhemi shkak që ai të sëmuret, të humbas punën, pasurinë e të tjerë. Në këtë mënyrë, ne nuk i bëjmë keq vetëm të afërmit, por edhe vetes, sepse largohemi nga hiri i Perëndis. Dhe pastaj lutemi dhe nuk na dëgjohet lutja. Ne kërkojmë dhe nuk marrim. Pse? A i kemi menduar ndonjëherë këtë? Sepse kërkojmë keq. Duhet të gjejmë një mënyrë për të kuruar tendencën që ekziston brenda nesh për të ndjerë dhe për të menduar me ligësi për tjetrin. Ka mundësi që dikush të thotë: kështu siç sillet filani, do të dënohet nga Zoti, dhe të mendojmë se e thot pa ligësi. Por është një gjë shumë delikate të dallojë dikush nëse ka apo nuk ka ligësi. Nuk duket qartë. Është një gjë shumë mistike ajo se çfarë fsheh shpirti ynë dhe se si mund të ndikojë ai mbi personat dhe gjërat. Nuk ndodh e njëjta gjë nëse themi nga frika se tjetri nuk jeton mirë dhe të lutemi që Zoti ta ndihmojë dhe t'i jap pendim. Do me thënë, as të themi se thellë nuk dëshirojmë që ta dënojë Zoti për atë që bën. Atëherë jo vetëm që nuk i bëjmë keq të afërmit, por i bëjmë mirë. Kur dikush lutet për të afërmin e tij, del një fuqi e mirë prej tij dhe shkon tek i vëllai dhe e shëron, e forcon dhe e gjallëron. Është një mister se si ikën kjo fuqi nga ne. Por në të vërtetë, ai që ka të mirën brenda vetes, u dërgon këtë fuqi të mirë të tjerëve mistikisht dhe butësisht. Ai dërgon dritë të afërmit të tij, e cila krijon një qark mbrojtjeje përreth tij dhe e mbron nga e keqja. Kur kemi dëshirë të mirë ndaj tjetrit dhe lutemi, e shërojmë vëllan dhe e ndihmojmë të shkojë te Zoti. Ekziston një jetë e padukshme, jeta e shpirtit. Kjo është shumë e fortë dhe mund të ndikojë te tjetri edhe nëse na ndajnë kilometra. Kjo ndodh edhe me mallkimin, i cili është fuqia që aktivizon të keqen. Por nëse përsëri lutemi për dikë me dashuri, pavarësisht sa larg jemi, e mira transmetohet. Pra, e mira dhe e keqja nuk ndikohen nga distancat. Mund të dërgojmë ato në distanca të pafundme. E thotë edhe Solomoni i Urtë: zhurma e murmuritjeve nuk mund të fshihet. Murmuritja e shpirtit ton arrin në mënyrë mistike dhe e ndikon tjetrin, edhe nëse nuk shprehim qoftë edhe një fjalë. Edhe pa folur, ne mund të transmetojmë të mirën ose të keqen, pavarësisht nga distanca që na ndan nga i afërmi. Ajo që nuk shprehet, zakonisht ka më shumë fuqi se fjalët.
Lavdia ti të birit edhe shpirtit qëjnë, forte se mur, ty të kemi lindëse, dhe shpëtim për shpirtet tona të plota. Mirësia dhe sjelljet e mira. Sjellja e ashpër dhe rrëmbyer ndaj tjetrit e poshtëron atë. Njerëzit keq kuptohen dhe lëndohen lehtësisht, duke harruar mitin e vjetër për erën dhe diellin, që debatonin se kush është më i fortë dhe vinin bast se kushdo që të dëhiqte gunën e Beriut, që në atë kohë ngjitej në mal, do të ishte më i fortë. Fryu era, fryu përsëri era, por Beriu kishte ftohtë dhe u mbështoll më fort me gunën e tij. Pastaj dielli doli nga ret, përhapi mirësinë dhe nxehtësinë përreth. Beriu kishte vap dhe hodhi gunën. Atëherë dielli i thirrri erës. Kështu është, nuk e fiton njeriu me egërsi, por me mirësi. Prandaj të mos flasim dhe të mos i qortojmë shpesh të tjerët. Më kujtohet Eron Porfiri që thoshte: kur e qorton dikë që ka bërë faj, çfarë do të bëjë ai atëherë? Jo vetëm që nuk do të dëgjojë, por do të përpiqet të mbrohet dhe të vërtetojë të kundërtën, do ta mbyll më shumë shpirtin e tij. Ndërsa nëse e le dhe nuk e qorton, as nuk e kontrollon, shpirti i tij zbutet, bëheni miq dhe ngadalë ai vjen dhe të thotë ato që do t'ja thoshe ti. Prandaj mbi të gjitha, le t'ja themi Zotit ato që duam t'ua themi njerëzve. Duam që burri ynë të ndryshojë, të kthehet, të pendohet. Le t'ja themi Zotit dhe ne le ta duam atë. Kur këshilloni dikë për një çështje, bëni kujdes që ta kombinoni këshillën me butësi, mirësi dhe dashuri. Të zgjedhin fjalë të ëmbla për të thënë diçka tjetrit në mënyrë që të mos kundërshtojë. Dhe jep të këtë shembull. Nëse nevojitet i thoni dikujt që gënjen, mos i thoni se thot gënjeshtra, sepse është e natyrshme që të lëndohet dhe të reagojë. Thojini se nuk po i thot me saktësi. Arma e madhe për shpëtimin e të gjithëve ne është butësia. Mëshirën që na vjen nga Zoti duhet që edhe ne t'ua japim të tjerëve si dhuratë. Kur mundesh, bëj lëmosh të afërmit tënd, por me shumë ndihmoje duke i folur, por edhe dëgjoje kur ai dëshiron të flasë për problemet e tij, të tregojë dhimbjen, ankesën e tij. Kujdesu që të bëhesh më i mirë. Çfarë të bëj atë që të bëhe më i mirë? Lutu vazhdimisht me mendje. Të duash Krishtin, ti duash njerëzit. Të mos flasësh keq për të tjerët, të shkosh rregullisht në kish dhe të lexosh Ungjillin që të ndriçojë Zoti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaleviti. E përmishojnë të hylindës së shpëtona, pësimet më mbushën me turbullim, dhe shpirtin më mbytën me mërzitje dhe dëshpërim, po ti që të soma o zonja, me ngushëllimin dhe paqen e birit tënd. Lavdia ti të birit edhe shpirtit shojnë, të lutem o zonjë o Shën Mari, që linde Isuin ti shpëto më nga çdo rrezik, më ty po përiki dhe të lutem, me të forcën e zemrës dhe shpirtit tim. Tani e për erë, e në jetë të jetëve, amin.